Rikthehemi sërish në studio, jemi bashkë në këtë pjesë të tretë. Konflikti SBA-Izrael ndaj Iranit duket se ka dhënë edhe shenjat e para në ekonominë globale, por edhe në vendin tonë. Çmimet e naftës, duke filluar që prej ditës së djeshme, kanë pësuar rritje në disa pika këtu në Tiranë. Ekspertë ekonomisë botërore thonë se çmimi i naftës është rritur si pasojë e pasigurisë tregtarëve në tragetet që kalojnë në ngushticën e Hormuzit, kanalit më të ngarkuar të transportit të naftës në botë. Irani ka kërcënuar se s'do të lejojë anijet që të kalojnë pikërisht në këtë kanal. Do të jetë me ne në studio Enrico Ceko, ekspert ekonomie, për të na folur për rritjen e çmimit të naftës dhe parashikimet që pëson të ketë ekonomia në vendin tonë. Enrico, përshëndetje, mirë se vjen në Living Day. Përshëndetje. Kënaqësi edhe për mua që mirëpres. Do ta nisim bisedën tonë ndoshta duke bërë edhe një pasqyrë të zhvillimeve më të fundit, pasi Irani ka thënë se do të djegë të gjitha anijet që do të kalojnë në kanalin e Hormuzit, si pritet të reflektohet kjo në tregun ekonomik global? Unë mendoj që ta fillojmë nga disa ngjarje që kanë ndodhur pak përpara konfliktit. Ne të gjithë jemi të informuar që nga javë e parë e shkurtit, edhe në vazhdim, pothuajse çdo 4-5 ditë, një figurë shumë e rëndësishme publike ndërkombëtare ka patur lidhje me dosjen e Epstein. I pari, i dyti, i treti, i katri, ka patur arrestime, ka patur njerëz që janë marrë pyetje. Po, e vërtet, e kemi diskutuar edhe në këtë studio, nuk na ka lënë indiferent si ngjarje. Po, dhe pastaj një ditë bukur fillon konflikti Afganistan-Pakistan. Dhe të nesërmen fillon konflikti Iran nga njëra anë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli në krahun tjetër. Të mos harrojmë këtë që po brenda kësaj periudhe presidenti i Shtetet Bashkuara Donald Trump hodhi idenë që të publikohen dosjet sekrete të UFO-ve e tjera. Pra këto janë kështu surpriza mbas surprizash për të mbuluar një çështje tepër të rëndësishme, për të cilën ka të paktën 368 video ku janë përfshirë figurat më të rëndësishme publike në nivel botëror. Pra, po thoni se janë për të larguar vëmendje. Për të larguar vëmendje dhe për një arsye tjetër që ka të bëjë me marrëdhënie direkte midis Kinës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse të dy shtetet të cilat Amerika tentoi që t'i merrte në kontroll, Venezuela dhe Irani, eksportojnë 2 milion fuqi nafte në ditë në Kinë. Irani 1.2 milion fuqi nafte në ditë dhe Venezuela 800.000. Një fuqi nafte ka 159 litra naftë. Dhe ekonomia kineze është e varur tërësisht nga energjia fosile e importuar, pavarësisht se vetë pastaj prodhon nga hidrocentralet, nga termocentralet, energjinë elektrike, por në lidhje me naftën është e varur. Dhe të mos harrojmë që ekonomia kineze të paktën 4-5 vjet e fundit është ekonomia që ka bërë konkurrencë në mënyrë të drejtë për drejtë me ekonominë amerikane dhe po ashtu dhe nga ana ushtarake, nga ana teknologjike, nga pjesa e inteligjencës artificiale dhe nga ana e renditjes së 10 kompanive më të mira në botë. Shikojmë që kompanitë kineze vitet e fundit kanë patur një avancim shumë të madh dhe kanë bërë konkurrencë shumë të madhe me gjigantët e ekonomisë amerikane. Dhe duhet parë në disa këndvështrime kjo çështje. Dhe unë do të thosha që çështja për cilën po diskutojmë sot, që është thjesht çështja e rritjeve të çmimit të karburantit në vend, personalisht mendoj që jo vetëm në Shqipëri. Unë mendoj që nuk ka vend për panik dhe nuk është çështje frike, kjo është një, për mua personalisht, unë e shikoj si një abuzim të pastër me çmimet. Pra, është abuzim që ndodhi dhe u pasqyrua qysh dje në disa karburante në Tiranë. Ne do ta rimarim këtë argument. Unë nisa me tablon e gjerë dhe për të kuptuar më tepër, por sigurisht që do të vim në realitetin tonë, në Shqipëri, ne jemi të interesuar të dimë se si do të reflektohet kjo situatë në vendin tonë, a do të reflektohet vetëm tek rritja e çmimit të naftës, apo do të kemi rritje të çmimeve edhe tek ushqimet, edhe tek buka, por këtë do ta diskutojmë pas pak. Ne do të kemi mundësinë edhe në programin e ditës së sotme, ashtu siç kemi bërë edhe dje, ku kemi komunikuar me shqiptarë të cilët kanë mbetur
të izoluar në Izrael apo në vendet të tjera. Dubai. Por sot do të komunikoj me një sipërmarrëse, influencer e visnure. Nga regjia më komunikojnë se e kam komunikimin me të, e kam lidhjen me të. Ajo ka qenë në Tel Aviv gjatë këtyre ditëve dhe ka mbetur e izoluar aty. Do të ndaj me ne shkurtimisht eksperiencën e saj. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam e lumtur që kam këtë komunikim me ty dhe që të shoh mirë. Ke qenë gjatë këtyre ditëve në Tel Aviv, ndërsa sot ne komunikojmë së bashku e ti je vendosur në Egjipt. Po, për momentin jam në Sharm el Sheikh në Egjipt. E ta po ardhur, kam shumë pak minuta që kam ardhur. E di, më informuan edhe për këtë gjë, po si a dole që të dalësh nga Izraeli? Me sa unë di, linjat ajrore janë të mbyllura për momentin dhe nuk ka një njoftim për hapjen e tyre, deri në këto momente. Po, kjo ka qenë arsye që kam ardhur në Egjipt, pasi do të kresha mbrapsht në shtetin të kresha në Zvicër ose në Shqipëri, por për momentin fluturimit u anulluan. Unë fluturimin tim e kisha para 2 ditësh, e kisha të martën herë të mëngjes, në darkë të matë mëngjes. Fluturimin nuk ishte i mundë, na është për të ejtë në fillim, pastaj na u dhanë data 12, po me qënë se pam që situata nuk ishte shumë e sigurt, dhe datat nuk ishin shumë të ndryshueshme, menduam të lëvizim, se situata nuk ishte shumë premtuese aty ku ishim, ishte komplet situatë lufte dhe ne menduam që të bënim një shtet sa më afër që mund të lëvizim në rrugë toksore. Në rrugë toksore, me autobus? Me çfarë mjetesh? Nuk e vetëm autobusi. Po. Me autobus dhe me taksi. Për të kuptuar pak që ka edhe linja të cilat janë duke funksionuar. Po si u gjende ti në Izrael? Edhe në Tel Aviv ku jetë urrja unë në Izrael, transporti publik funksiononte, gjithë autobusat funksiononin brenda qytetit, edhe transporti që erdhëm ne deri në unë kam marrë në kufirin me Egjiptin, Eilat, me transport publik, me autobus, me linja publike tonë. E kuptova. Si u gjende ti në Izrael? E kishe planifikuar shumë përpara? Kishe ditë që qëndroje aty? Po, pikërisht, ka qenë një udhim i planifikuar. Arsyeja e vizitës ka qenë ditëlindja ime. Gëzuar ditëlindjen, po pas ka qenë një ditëlindje për të mbajtur mend. Po, ka qenë ditëlindje shumë e veçantë. Nuk e di në kuptimin e emocioneve shumë të forta, po në të rast pak të këqija. Se kam qenë ditën e parë ditëlindjes mes raketave, bombave, më ndryshe nga që prisja. Ju ishte duke festuar në momentin që nisi gjithçka? Më trego pak se si e përjetove ti situatën. Udhimi jon ka qenë datën 28 herë të mëngjes. Ne po u thonë datën 27 në darkë dhe arritëm 28 në mëngjes. Në momentin e kufirit në Izrael, aty na mbajtën gjatë të prisnim dhe na çuan një zyrë më vete. Dhe një nga pyetjet kryesore nga bën që pse po vini në Izrael? I tham për ditën time. Pastaj më thanë pse pikërisht tani? Ke dëgjuar lajmet? Ndërkohë që lajmet akoma s'kishin anoncuar pjesën e luftës. Ishte shumë e freskët për ditë, domethënë. Në ato momente u ngri pak dyshuese sepse më duk shumë e çuditshme si proces shumë i zgjatur për të hyrë në shtet. Po, procedurash. Po, shumë procedura të gjata, pritëm shumë gjatë. Vajtë ora 4 e mëngjesit, rreth 1 orë, pastaj na dhan leje të shkruar që mund të hyrim në qytet, në Tel Aviv. Aty shkojmë te hoteli dhe atë mëngjes, mbas pak orësh, mbas i fjetën të lodhur, shoh gjë gjurma dhe dera në trokasin nga hoteli që duhet futemi poshtë, nuk vim poshtë tek pjesa e safety area ose pjesa e nënveshme e hotelit. Isha shumë e çuditur sepse ishte shumë e lodhur nga gjuhi, pak përgjumur. E çuditur, e friksuar. E friksuar, se në fillim nuk e kuptova, se nuk e kuptoj arsyen pse do të shkoja poshtë. Pastaj na sa shpjeguan në rrugës, na thanë që ka ndodhur për momentin kemi raketa në qiell, duhet të strehojmë, sa që kemi alarme, si telefoni im ndërkohë fillonte me alarme her pas here. Çdo 10 minuta kishte alarm. Po alarma më tregon që do të shkoja tek safety area. Dhe ditën e parë kanë qenë çdo 10 minuta. Që dita e parë kaluar shumicë me kohës, data 28 ka kaluar në pjesën e nënveshme, në këto pjesën e nënveshme të hoteleve, që janë zona sigurta në këtë rast. Ju shqiptarët u vendosët në komunikim me njëri tjetrin?
Gjatë këtyre ditëve? Ose me ambasadën shqiptare në Izrael? Nuk mundoha të bëja këtë pjesë, sepse për momentin më duk pjesa e parë që pse e frikës, paniku, dhe në momentin e parë nuk e mendova, sepse po mendoja se të veten ose si të gjej një alternativë për të ardhmen, por ishte shumë e shkurtër periudha, do të ishim ndërkohë brenda në safety area. Pastaj, më vonë, e kuptova çdo gjë strukturuar, më shkonim ndërkohë në safety area, na vite alarmi telefon, alarmi përgjithshëm, veni brenda direkt, më duk gjëra shumë e strukturuar dhe një lloj qetësie në qytet, qetësie frikshme, sepse njerëzit nuk kishte panik vërdall. Kjo të bëte një lloj ndjesie paqe e çuditshme, pavarësisht luftës, dhe për këtë arsye për momentin parë s'merrti të lidhesha me ambasadën ose po mendova si mund të fluturoja të prikja, domethënë, ky është momenti i parë që mendova gjë. Shqetësimi yt kryesor dhe i vazhdueshëm se si të dilje prej andej dhe ti e gjete një mënyrë për të dalë nga Izraeli? Kjo mënyra e parë. Si do të vijojë itinerari yt tani nga Egjipti? Nga Egjipti do ikë në Shqipëri, do mundoj të kthehem në Shqipëri, do pres të rri 2 ditë këtu, do të qetësohem. Këtu në Egjipt, në Sharm el Sheikh është një vend për momentin duket shumë i qetë. Dhe me që erdha do rri 2 ditë dhe pastaj do marr një fluturim për të ardhur nga Athina dhe pastaj nga Athina do vim në Tiranë. Do kthehem në Tiranë. Unë të falenderoj shumë për dëshmin tënde. Gëzuar ditëlindjen edhe një herë, do ta mbash mend gjatë, do të jetë besoj ditëlindja më e veçantë në jetën tënde. Po. Dhe jam e lumtur të dëgjoj që le pas një qytet të qetë. Po. Çdo gjë pavarësisht si ndodhi, përfundimi duket mirë. Pozitiv. Po. Të përshëndes e vis, faleminderit shumë. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Faleminderit. Udhëtim të lehtë dhe të mbar. Të presim në Tiranë. Dhe rikthehemi në realitetin këtu në Shqipëri. Si do të reflektohet? Ka filluar qysh të rritet çmimi i karburantit, i naftës me 20 lek. Dje. Ka një ndryshim shumë të madh midis konfliktit aktual dhe konfliktit Rusi-Ukrainë, sepse në rastin e konfliktit Rusi-Ukrainë, ekonomia shqiptare ishte e lidhur drejt për drejt me importet nga vendet në konflikt, po dhe direkt nga Ukraina, kryesisht edhe në importin e karburantit, por dhe në importin e grurit, sepse ne jemi importues neto, jo vetëm të grurit, po edhe të disa produkteve tjera. Për shembull, ne importojmë vaj lule dielli, e importojmë nga Italia, por Italia lëndën e parë, farën e lule diellit e merr nga 99% e merr nga Ukraina, kështu që automatikisht ndodhi dhe rritja e çmimit të zinxhir normalisht. Po është zinxhir, sepse nëse rritet çmimi i një lloji yndyre, atëherë të tjerët bëjnë konkurrencë dhe për shkak të konkurrencës ngrihet edhe çmimi i vajit të ullirit, i vajit të misrit edhe i gjalpit, sepse janë mallra zvendësuese. Në rastin e Iranit, pavarësisht se ekonomia e Iranit është një ekonomi e mirë diversifikuar, Irani ka një sipërfaqe gati 1.6 milion kilometër katror, ka pothuajse 95 milion banor dhe ka një ekonomi edhe të sektorit publik, po kryesisht sektori publik është i zhvilluar në sektorin e hidrokarbureve, në kërkim, nxjerrje, përpunim dhe tregtim të hidrokarbureve. Ka një sektor privat të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme shumë interesant dhe ka një ekosistem startupeve. Pavarësisht se është një ekonomi ku shteti ndikon shumë, ka një ekosistem startupeve mjaft interesant, ka turizmin të zhvilluar, pothuajse vizitohet nga 9 deri në 10 milion turistë në vit, përbën gati 5% produktit përgjithshëm kombëtar, është ekonomia e 19 në botë. Domethënë është në 20 vendet me ekonominë më të fuqishme në botë, plus që vetëm nga eksportet e naftës fiton diku te 38-40 miliard euro në vit, dhe ka dhe sektorin e bujqësisë shumë të zhvilluar, sa për kuriozitet, në qoftë se i keni pa ato kavanozat në Kastraveca vegjël, ato gurkin, ato turshit. Irani është eksportuesi më i madh në botë i Kastravecave gurkin, që i blejnë shtetet e tjera, bëjnë ato kavanozat edhe ja shesin vendeve si punë e Shqipërisë, sepse ne 8% ushqimeve importojmë. Kështu që nuk do ketë të njëjtin efekt sa çpati konflikti Rusi-Ukrainë, por do ketë një efekt kryesisht në këto çështje në këtyre kërcitjeve që pëson tregu në lidhje me çmimet, por që personalisht mendoj që nuk ka pse të rritet as pak çmimi në moment,
sepse ne jemi duke konsumu naftën që është blerë para 6 muajsh. Ju e tha që është abuzive. Është abuzive dhe rritja e çmimit që është abuzive. Do të thosha që autoriteti konkurencës me njëherë duhet të ndërhyjë treg për të kontrolluar tregun dhe të luaj funksionin e vet dhe të mos lejoj abuzime të tilla. Bile këto ditë dhe qeveritë të tjera të vendeve përreth, po dhe autoritetet e konkurencës të vendeve përreth, duke parë raste të tilla jo vetëm te karburantet, po edhe te një produkt tjetër, sepse ekonomitë e këtyre vendeve janë të lidhura direkt me Iranin për produkte, për lëndëpara, për shërbime të tjera, jo vetëm hidrokarburët, kanë ndërhyrë autoritetet e konkurencës për të stabilizuar situatën. Dhe sot ka një deklaratë të presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, zotit Donald Trump, që të gjitha nijet që transportojnë naftë, që kalojnë nga ngushtica e Hormuzit, do të shoqërohen nga trupat amerikane. Për të garantuar garancinë e transportit naftës. Po. Duhet kemi parasysh një gjë që edhe në konfliktin Rusi-Ukrainë, por edhe në verën e vitit kaluar që pati disa probleme në Libi dhe në Liban, kryesisht sepse të dy vendet, dhe Libia dhe Libani, pavarësisht se janë vende që lidhen, janë vende arabe, lidhen me tregun e hidrokarburëve, janë edhe rrugë të rëndësishme tregtare ndërkombëtare. Për një herë është zinxhiri i furnizimit u adaptua dhe meqense ishte periudhë vere, të gjithë produktet kaluan e lanë linjën direkte që lidhi nga lindja mesme, Azi, Evropë nëpërmjet lindjes mesme, po kaluan nga deti veriut, sepse ishte verë. Dhe tani, kjo është situata, do më thënë, ndërhyrja Izrael-Amerik është bërë në një moment caktuar që vjen periudhe pranverës dhe deti veriut mund të shërbej përsërisi një mundësi tjetër, një alternativë për zinxhirin e furnizimit, në mënyrë që Evropa dhe vendet e tjera të mos e psojnë nga dëmtimi i zinxhirit furnizimit që do të rriste kostot. Pra këtu skemi nuk do të në këtë rast nuk do të ketë një ndikim shumë të fortë edhe të thellë në rritjen e çmimeve të produkteve. Sepse ekonomia shqiptare nuk është e lidhur drejt për drejt me ekonominë e Iranit. As me ekonominë e Izraelit, as me ekonominë e Amerikës. Nuk do duhej të rriteshin çmimet. Po, nuk do duhej të rriten çmimet. Është tjetër konflikti Rusi-Ukrainë, ku ne ishim të lidhur direkt, siç e përmenda, edhe në rastin e hidrokarburëve, edhe në rastin e grurit, po edhe në rastin kur importojnë produkte nga vende të tjera, si Italia, që lëndën e parë merrnin nga Rusia dhe Ukraina. S'ka lidhje. Unë mendoj që problem do jetë transporti rrugor dhe hekurudhor i madhrave që vinë nga lindja për në Evropë, sepse pengohet linja Pekin-Budapest me tren. Dhe gjithashtu dhe transporti rrugor, sepse Kina është ajo që furnizon produkte me cilësi e parë, cilësi e dytë, cilësi e tretë, është tjetër muhabet, po që furnizon pjesën më të madhe të tregjeve të vendeve të pazhvilluara dhe në zhvillim, përfshirë dhe një pjesë mirë të Evropës. Po në këtë rast, çfarë efekti do të ketë? Unë mendoj që do ketë efekt në tregjet evropiane, të cilat përdorin produkte që vinë nga lindja, por që janë produkte që vinë me rrugë toksore. Të izoluar nga tregjet europiane. Po nuk janë produkte që i konsumojmë ne. Ne nuk konsumojmë, ne shikosh, Shqipëria është një fshat në Evropë, është një qendër e vogël e banuar, ta krahasoj me një qendër të banuar në Amerikë, edhe situata është e tillë që Amerika dhe Evropa janë aq të zgjuta sa këtë fshatin e vogël ta menaxhojnë edhe ta furnizojnë lehtësisht. Shiko, vështirësia më e madhe ishte periudha e pandemisë. Kjo ishte një periudhë shumë e vështirë për të gjithë botën. Po. Dhe që e pati efektin e vetë. Ne kemi një gjë të mirë. Si Ukrainë e pati efektin e vetë, por në këtë rast, profesor, ju thoni nuk duhet jemi aq të shqetësuar dhe nuk do të ketë aq ndikim në ekonominë e vendit tonë. Pse? Ekonomia shqiptare... Nëse institucionet reagojnë dhe ndërhyjnë. Edhe nëse nuk ndërhyjnë institucionet, ashtu siç nuk kanë ndërhyrë herët e tjera, ekonomia shqiptare ka një të keqe, po që në raste të vështira është e mirë. Që ne kemi 16-17% të produktit përgjithshëm kombëtar vjen nga bujësia, që kemi, ashtu siç e kemi atë bujësi që kemi cop-cop, 45% e njerëzve jetojnë në fshat, domethënë i bëjnë vetë ato domatet, qepët e kastravecat. Kështu që meqense kur ekonomia shkon për tokë, është bujësia ajo që e mban ekonominë shqiptare. Dhe ka vërtetuar 91-shi. Po, 97-a, po. 2002-2003, kriza ekonomike 2008-2012, pandemia,
konflikti Rusi-Ukrainë dhe konflikti tani do të tregojnë që bujësia, kur shkon ekonomia shqiptare në fund dyshë mes, ne bujësia është shpella jonë. Futemi aty në shpellë dhe mbajmë me bujësinë. Është si feneri i shpëtimit. Po, por kemi një problem shumë të madh me bujësinë, që bujësia mund të ishte me të vërtet një motor për ekonominë shqiptare dhe për të furnizuar agrobiznesin dhe turizmin, sepse ne nga 700.000 hektar tokë bujësore që kemi trashëguar nga regjimi i kaluar, një 50-60.000 hektari kemi bë beton, edhe bëm beton tokën më të mirë bujësore të Shqipërisë, por 250.000-300.000 hektar tokë nuk i mbjellin. Fare. Edhe kjo është një fatkeqësi në fakt, edhe është një temë që ja vlen ta marrim në diskutimin në fund të takimit për sot, profesor. Kjo ishte koha që kishim në dispozicion për ta mbyllur, po. Si mund ta kthejmë në avantazh konfliktin? Ne duhet diversifikojmë prodhimin e energjisë. Mos ngelemi te hidrokarburet, te naftat e fosilet, te energjia fosile, duhet të hidhemi te energjia e diellit, e erës, energjitë alternative, ta kthejmë Shqipërinë në një qendër tregtare të kalimit të produkteve nga lindja në perëndim, nga jugu në veri, ta bëjmë Shqipërinë pjesë të zinxhirit ndërkombëtar furnizimit. Të falenderoj shumë për fjalët, profesor. Falenderit shumë, edhe na qetësove, sepse me rritjen e çmimit të naftës dje, shqiptarët ishin goxha të shqetësuar. Nëse ka 1% shans. Premtoj javën e ardhshme një tjetër takim. Nëse ka 1% shans që Irani të sulmojë Shqipërinë, që nga Berlini deri në Stamboll është rrjeti antiraketor që nuk ka shans që. Fjala për Departamentin e Informacionit, profesor. Faleminderit shumë. Gjithashtu. Mirupafshim nesër.